Edhe pse në ditët e sotme është e vështirë që informacioni të mos shpërndahet në formë digjitale, për gjithë shikuesit tanë në këtë çast, Dimala ka thënë publikisht, të paktën shpreh publikisht që do jetë kandidat i pavarur për Bashkinë e Vlorës në zgjedhjet e ardhshme lokale. Pra, jeni të vendosur për këtë, nuk është thjesht një deklaratë momentale për, po themi, elemente të ndryshme politik, ju do të futeni në garë. Patjetër që do të futem në garë, po me dy vijat kuqe. Nuk pranoj të jem kandidat i Rilindjes dhe Edi Ramës dhe nuk pranoj të kem asnjë promovim direkt ose indirekt në Sali Berisha. Këto të dyja i kam bërë të qarta. Jam i hapur për gjithë partitë e tjera, të majta, të djatha, të ulemi, të diskutojmë, të konkurrojmë në mënyrë dashamirëse, pa banalitet, pa agresivitet, ta vendosin qytetarët dhe pastaj Vlora duhet ndryshojë rrënjësisht nga modeli qeverisjes, ku kryenishi aktual me të gjithë kryetarët e Bashkisë së Vlorës ka bërë hakmarrje primitive. Unë nuk e kuptoj dot. Ose gjua ka qenë agresive, ose ka pas përbuzje, dhe unë e shikoj në qytetin e Vlorës, jo thjesht si kandidat, si qytetar, që ata ndihen të parespektuar. Dhe do t'ja bëj një argument përmbyllës, thonë që Vlora nuk ka reaguar. Vlora ka qenë e pushkës para 45-ës dhe është e dijes, ka shumë akademik dhe profesor. Vlora ka reaguar kundër keqeverisjes së Ramës. Rama nuk do ta lexojë. Vlora në zgjedhjet e fundit parlamentare kishte pjesëmarrje më të ulët, 24%. Pra, Vlora me mençuri, me qetësi, pa agresivitet ka reaguar duke i dhënë mesazhin që qeverisja jote nuk është qeverisja ora. Me vot mos pjesëmarrëse, si ka mundësi gjithë ato investime, por me investitor gjithmonë të përzgjedhur nga ai, edhe punimet e bashkisë i bënin firma nga Tirana, edhe vendin e bashkisë hiqte kryetarin e bashkisë nga Karike, thoshte ja mund të pushosh 24 veta. Dhe prova e dytë, pasi se ka të tjera baza, ishte ajo zgjedhjes kryetarit aktual të bashkisë. Pjesëmarrja ishte 12.5%, zonja mori 15% të shumës. Pra, nëse ne nuk e kuptojmë që ka votë refuzuese dhe vota refuzuese nuk vinë për idealizëm, vinë për barku nevojë, vinë për nevojat konkrete, vinë për faktin gjitha institucionet hiqen nga Vlora çohen në Tiranë, vinë për faktin se promovohen njerëz me CV kriminale dhe që i bëjnë tashillëk socialistëve apo demokratëve të lirë që meritojnë të kenë mundësi të barabarta. Dhe thelbi konkurimit tim është që Vlora të provojë mundësi të barabarta për çdo vlonjak, pavarësisht nga preferencat, pavarësisht nga interesja partijake, sepse të lësh jashtë zhvillimit ekonomik të një qyteti dhe një shteti 40% të vendit të opozitës, duke trajtuar gjithmonë si opozita arbike, është dëmi më i madh që ne i bëjmë Vlorës, Shqipërisë dhe vetvetes. Pra, zoti Male e fundit, nuk përjashtoni asnjë forcë politike të re për bashkëpunim? Jo, unë në këtë, shiko, unë do pranoj çdo parti politike të më mbështesë, edhe unë t'i përfshi propozuesit e tyre në listën e Këshillit Bashkiak 59 veta, por nuk dua të jem kandidat i një partie. Po ti ishte për kandidat i një partie, unë do ta bëj me shpirt isha kandidat i Partisë Socialiste, po pa Ramën kryetar.